Për ligjin e një sektori strategjik si ai minerar, një pasuri që i takon mbar popullit shqiptar dhe jo atyre pak duarve që kanë zhvatur në tokën shqiptare për dekada të tëra, ne po flasim në këtë orë të vonë, ndërkohë që gjithë ditën morëm me marrëveshje, me hua, me mëthe e me të thash. Atëherë megjithëse po flasim për ligjin e mineraleve, le të flasim për problemet reale të sektorit. Le të flasim për faktin që për 35 vjet është hequr dorë thuajse tërësisht nga kërkim zbulimi, se si puna kolosale e gjeologëve shqiptar për zbulimin e vendburimeve i ka shërbyer vetëm zhvacëve, vendas dhe të huaj, që kanë shfrytzuar pas një kriter në tokën shqiptare. Aty ku dihet se ka mineral, gruabërohet. Aty ku duhet investuar për ta zbuluar, injorohet. Ku është roli i shtetit sot në kërkim zbulim? I shërbimit gjeologjik shqiptar, që do të hapte rrugën hartimit të një strategjie të mirëfillt, afatgjatë të sektorit dhe do mundsonte edhe tërheqjen e investorëve të huaj. Ku janë studimet e fizibilitetit që do duhet të vinin nga bashkëpunimi ndërinstitucional mes institucioneve publike si Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Fakulteti Gjeologji Minierave. Ku është hartimi dhe publikimi vjetor i hartës metalogjenike dhe i gjendjes së rezervave të xerorëve, duke bërë një vlerësim të tyre sipas standardeve ndërkombëtare. Si justifikoni faktin e turpshëm që Shqipëria është pezulluar që në vitin 2023 nga organizata ndërkombëtare EITI për shkak të mungesës së raportimit, nga një organizatë që përcakton standardet e raportimit, të transparencës dhe të përgjegjshmërisë në sektorët e naftës, gazit dhe mineraleve. Sigurisht që nëse do të zhvatesh, nuk mund të jesh antar i organizatave ndërkombëtare.